Mirdita, jemi në datën 5 maj 2025. Këto ditë ndodhem në Tiranë. Dje par dje u futa në një supermerkat këtu në Tiranë, në Konad, për të parë se çfarë gjë të mërshme ka arritur me ka, se çfarë situate skandaloze dhe vështirë që jetojmë. Shpikrisht këto duhet të shohim. Çmimet në supermerkate, pra në një Konad në Tiranë, janë 2 deri 3 herë më të shtrenjta se sa ato në Romë, në Itali. Unë kam bërë disa fotografi për t'i krahasuar. Për shembull, sa për t'ju thënë, ju nxorra një foto të vajit italian extravergine të Moninit, që ishte në ofertë në Romë më pak se 6 euro. E pash këtu me i fjallë, kishte Grappelli edhe Monini, 16.000 lek është Monini, 16.000 lek janë 17 euro sot. Pa mendoni, krahasojmë me 5 pizza euro me 17 euro, vaj Monini. Ky vaj tjetër ishte 20 euro litri, Grappelli. Me i fjallë, po shifja një dentifriç, pastë dhëmbësh. Unë prura disa pasta dhëmbës e gjeta në ofertë në Romë tek Maurusi me 1.3 euro. E njëjti 6.300 lek në Tiranë që janë 7 euro. E detersivat, e shampot, e ushqimet, sallamrat, gjithçka është 2 deri 3 herë më shtrenjtë se sa është në Romë. Atë mashtrimin pasaj që u bëjnë, që u thënë që gjoja sigur ju s'dini të bëni pazar, s'dini të blini, duhet gjeni gjoja supermerkatet, se jo kudo shtrenjtë, janë gjitha mashtrime, sepse çmimi është në funksion të cilësisë. Pra, lidhet me cilësinë. Ushqimet që bëhen këtu prodhim vendi, është normale bëhet propagandë nga gjitha ata që prodhojnë sepse duan të shesin. Po cilësia e prodhimit vendit është jashtë çdo standardi. Do të thonë çmimet e prodhimit vendit janë më të ulta, por cilësia është jashtëzakonisht e ulët, janë jashtë standardit. Nëse këto ishin vërtet me cilësi të mirë, mund edhe të eksportoheshin. Fakti që edhe nga eksporti i kthejnë mbrapa, pse? Sepse kanë trajtim kimik jashtë standardeve, kanë konservante jashtë standardeve, kanë edhe modifikim genetik jashtë standardeve, pra që jashtë normave që vendosin shtetet si Italia. Pra, o do hani plera pra prodhimet vendit, që janë plera në kuptimin e vërtet që janë të smurin, lere se çfarë thonë gjoja prodhimi i vendit, po janë plera. O do hani plera dhe do ju zënë smundjet, ose nëse do tentoni të hani diçka me cilësi të mirë që janë mallat e importit të firmave, si që thash për shembull gjithë to vajrat Monini apo kujtun vajra italiane, që sido që tjetë me fjalë kanë një farë cilësie, kanë garantuar një nivel cilësie, apo sallami milaneze, apo sallami ungareze, kujtun çfarë janë, apo prosciutat që janë të standardizuara, si thua. O do hani ato, ose do merrni plerat që prodhojnë këtu në vend, që i kanë ulur cilësinë qëllimisht që të kusin mallat nga jashtë me çmime shumë të larta. Ndërkohë, valutat vetëm bihen. Pra, një mafje në ekstremin e saj që është një veprim, në një agresion, si rrallë ndonjëherë, nuk ka qenë ndonjëherë mafja kaq agresive ndaj njerëzve të punës, pra se ato eurot, ato dollarët apo sterlinat që vinë nga jashtë, i bien kryesisht, i bien emigrantët, i bien shqiptarët, dhe nuk i gjenë në rrugë ato euro, i djersisin, i janë paret nxirra me gjak, dhe në të cilat me fjalë sot mafja rrit çmimet këtu të importit 3 herë më shumë se sa në Itali, dhe ndërkohë paralelisht ulën dhe vlerat e valutës. Pra ky është problemi i madh për të zgjidhur. Unë them që përveç kësaj paljaçatës elektorale, zgjedhjeve, të cilat ku do bëj një video tjetër natyrisht,
këto ditë, ku nuk zgjidhin absolutisht asgjë. Do shifni që sido që dalin numrat vetëm do e keqësojnë situatën, sepse Shqipëria është bërë një vend xhungle, një vend mafje, një vend pa asnjë lloj morali, ku njerëzit vetëm në bisedë që dinë të bëjnë është bisedë për paratë, flasin për lekun pra, flasin edhe për votat. Asnjë lloj bisede tjetër nuk shohin këtu, nuk dëgjoj që të bisedojnë njerëzit për gjë tjetër. Pra njerëz që moralisht janë shkatëruar. Kështu që përdesa njerëzit janë shkatëruar moralisht, është vështirë të besosh se mund të ketë ndonjë ndryshim. Por duhet krijohen rrugë alternative. Rrugët alternative duhet i bëhet presion kushdo qeveri që tjetë që të gjejmë neve mundësinë që të krijohen mundësi që mallat e importit që vijnë për shembull nga Italia, të krijohen tip kooperativa, shkujun dhe ti blejmë vetë neve. Ti blejmë vetë njerëzit, ngarkojnë kamionat dhe ti bien me çmimet italiane të shesin në Shqipëri. Është vetëm një gjë që mund të bëhet, se këta do na justifikojnë sikur gjoja rritet çmimet prej transportit e tjera janë gjithë mashtrime. Këta e rritin çmimin vetëm në funksion të hyrjes valutës. Kanë dy mekanizma, dobësojnë valutën dhe rritin çmimet e mallrave të importit. Ku 90% kur bëni pazarin janë mallra importi. Pra blien në euro, blien në dollar, blien në sterlinë. Dhe e përsërisë edhe një tjetër pjesa 10% është një cilësie jashtëzakonisht të keqe. Domethënë, ju mund edhe t'i konsumoni, mund edhe t'i hani ato ushqime, po janë ushqime që të dëmtojnë shëndetin. Sepse po t'ishin ushqime të mira, i thithte, i glabronte edhe eksporti. Fakti që eksporti është bllokuar, pothuajse është shkatëruar, pra shkatërohet ekonomia e vendit dhe nuk bëjnë gjë tjetër pra vetëm edukojnë edhe njerëzit këtu me mashtrimin. Pra edukohet me mashtrimin që ai që prodhon të prodhimet e vendit, edukohet me mashtrimin veçanërisht ata njerëz që punojnë me call centeret. Sepse në Shqipëri ka shumë të rinj që punojnë me call center, mendon se si rritet kjo rini. Ku ti e fut në ato zyrat aty, të këtij agroshet apo kush i ka këto të call center, ku ai do punoj 10 orë, do t'i shkatërrohen veshët nga frekuencat zanore, nga frekuencat e radio pra të këtyre telefonave, do i shkatërrohet dëgjimi dhe ndërkohë do jetë në dhunën psikologjike që të mashtroj patjetër italianët veçanërisht, që të bëjnë kontrata. Keni para kanë dalë disa video që ulërin sa kontrata keni bërë, gjithë to kontrata që bëjnë janë gjitha mashtrime në vërtet të ligjëruara, të cilat u kufizuan pak në Itali dhe i transferuan veçanërisht në Shqipëri. Pra mendoni se si edukohet një njeri i cili 8 orë aty puna e tij është se si të mashtrojë njerëzit, që t'ju bëj kontrata ku ju vjedhin para në italianëve, pra ku i mashtrojnë veçanërisht pensionistët, njerëzit më të dobët në Itali, dhe mendoni se çfarë sjellje karakteriale mund të kenë këta njerëz pastaj, ku ti ve pastaj në drejtime të shtetit apo ku diun në struktura të ndryshme, kur e edukon në për këto call centret, e edukon, i bën presion 8 orë apo 10 orë punoj atij që të mashtrojë njerëzit, pra që ai të mësohet të bëhet një profesionist mashtrues. Pra me këto mënyrë me fjalë se si po bëhet në Shqipëri, me fjalë jemi vërtet në një situatë shumë të keqe. Për mua shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme, jo se do ta rregullojë Shqipëria, por shumë e dhimbshme që ne na kanë dëbuar nga Shqipëria dhe ka hyrë mafja, dhe mafja e ka zaptuar dhe i ka zaptuar dhe partitë, kandidatët kështu që çdo që të votoni juve, ata janë kandidatë në një farë mënyrë, janë kandidatë të mafjeve, brapa secili kandidat ka një mafje aty. Kështu që vështirë që me zgjedhje të ndryshohet në një gjë. Përsa i përket zgjedhjeve, unë e kam dhënë votën, e kam dhënë Ilir Metës dhe ju ftoj dhe juve të votoni Ilir Metën në kuptimin që të votojmë kundër mafjes. Në vota kundër Ilir Metës, pavarësisht dhe Ilir Meta vetë ka dhënë kontribut negativ, si thuesh, në këtë situatë që kemi arritur, po sido që tjetë, fakti që ai u troj zvarë si ish presidenti i Republikës dhe u futë në burg e tjera, një vot ndaj Ilir Metës është një vot kundër mafjes, kundër burgosjes njerëzve të cilët thonë qoftë edhe i fjalë të ndryshme nga ato që do regjimi, pra. Ju uroj kalofshi mirë, pra kjo është situatë shumë e keqe, çmimet të mërësisht të shtrenjta edhe bëjnë reklama të paguara, sikur në Shqipëri
kushton më pak, e tjerë kushtojnë më pak. Është qartë që ka gjëra që kushtojnë pak, po kushtojnë pak ato që quhen plehra. Pra, nëse shifni që kanë gjë çmimin të ulët, janë pa cilësi. Nuk kushton pak ajo gjë që është me cilësi. Sepse çmimi nuk është vërtet funksion gjëja i shpenzimit të transportit, është funksioni i cilësisë. Smallet cilësia matet me standardet, me normat që vendosin për sa i përket veçanërisht përqindjes konservantëve, gradës së trajtimit apo të deformimit, modifikimit gjenetik. Pra janë këto 3 kriteret kryesore që përcaktojnë cilësinë e një ushqimi sot që ne ham. Pra e përsëris edhe një herë pra 3 kriteret kryesore të një ushqimi që ham janë: 1. Konservantët. Pra si është trajtuar ai lloj ushqimi, me çfarë është trajtuar nga ana biologjike apo kimike, në mënyrë të tillë që ai të zgjasë sa më shumë në temperaturë, trajtuar në temperatura të larta etj, do janë procese kimike apo që bëhen këto e para, pra një sasi konservantës sipër atij niveli lejuar. E dyta, trajtimet kimike, herbicidet, insekticidet që përdorin. Dhe më kryesori akoma modifikimi gjenetik. Keni parasysh se ndërhyjnë shumë tek farrat, ndërhyjnë tek hibridizojnë çdo gjë me fjalë me ndërhyrje gjenetike të kafshët, të bimët etj, dhe në fund fare me fjalë ajo që ham ne e quajmë ushqim, por nuk është ushqim vërtet. Ju uroj kalofshi mirë nga Tirana. Dëgjojmë në videon e ardhshëm, mirupafshim.